Me rastin e shënimit të ditës botërore të artit në Gostivar u organizua koloni multietnike me nxënës nga shkolla e mesme teknike dhe ajo ekonomike. Kolonia u zhvillua në hapësirat e qendrës për kulturë ku artistët e rinj gjatë krijimit janë shoqëruar nga mësimdhënësit e tyre. Lulieta Huseini, koordinatore e Departamentit të Artit Figurativ pranë Qendrës për Kulturë në Gostivar, institucion i cili është bartës i këtij aktiviteti, sqaroi se ky është viti i tretë që organizohet ky aktivitet. E pyetur nëse nxënësit janë kreativ dhe të talentuar në vizatim, Huseini tha se ata janë shumë të mirë dhe ju duhet mbështetje dhe stimul. Këtë vit 15 prillin ditën botërore të artit, përsëri Gostivari e shënon një koloni multietnike, edhe atë me të gjitha etnit që jetojnë në qytet. Pra këtë vit i kemi nxënësit e shkollës së mesme teknike komunale dhe shkollës së mesme ekonomike. Siç e shihni për momentin, ato pikturojnë live. Dëshim që krijuesit e ri artin të hapin më afër publikut Gostivaras, që edhe ata të ngjejnë magjinë e krijimtarisë artistike. Njëherët t'u japim edhe përkrahje krijuesve të ri, pasi që përmes atyve pasioni dhe krijimtaria e artit shkon para. Siç e shihni, tema ka qenë e lirë, nuk ka pas temë të caktuar. Më shumë dominon akrill në pëlhur, kemi dhe laps në letër. Tash gjithkush sipas mundësive veta ka shkuar edhe me drejtimin e vet. Të arkitekturës kanë gjetë drejtimin e arkitekturës, kurse këto që kanë qenë të grafikës kanë shkuar me pikturë. Në koloni merrnin pjesë 21 nxënës, ndërsa temën e kishin të lirë, si dhe krijimet e tyre ishin nga stile të ndryshme. Si vjet grupi i shënon 21. Po, 21 nxënës. Interesimi këtë vit e kemi pas shumë të madh, edhe më vjen shumë keq që disa suni pranova për shkak se mundësit ishin aq. Shpresoj se radhë tjera grupet dhe janë edhe më të mëdha, vetëm se më bëhet qefi se interesimi vitit shkon duke u shtuar. Si nga ana e prindërve, ashtu edhe nga ana e nxënësve. Nxënëset Amra Xhaferi dhe Dunav Kalambrovska nga shkolla e mesme teknike, pjesëmarrëse në koloni, shprehin falëndërime ndaj koordinatorës Huseini, ndërsa theksuan se përmes këtij projekti ata kanë pasur mundësi të njihen me bashkëmoshatarët e tyre nga shkollat dhe etnitë e tjera. Përshëndetje, unë jam Amra dhe dua të flas pak për punimin tim artistik. Tek punimi im kam zgjedhur një peizazh deti që për mua tregon qetësi, liri dhe udhëtim gjatë domethënë jam shumë e kënaqur me profesoreshën tonë Jeta që na ka udhëzuar dhe na ka ndihmuar shumë të arrijmë deri këtu dhe dua ta falenderoj nga zemra që na ka ndihmuar. Dneska sme na kolonija za delovna umetnost. Sot jemi në kolonin artistik me veprat tona dhe këtu jemi duke krijuar atë që dëshirojmë, pasi idetë janë të lira në letër apo në pëlhur. Me idetë personale dhe me kreativitetin tonë zhvillojmë veprat tona dhe njëkohësisht kemi argëtim. Motivi i veprës sime është natyra e vdekur me ngjyrat e akrilit, po ashtu e vlerësoj dhe respektoj kolonin, pasi është multietnik. Ky projekt mbështetet financiarisht nga Ministria për Kulturë e Republikës Maqedonisë së Veriut.